Ariana, unë gjithmonë kam pas një pyetje për mjekët psikiatër, sidomos të vjes parë. Pra, mjekët psikiatër janë të vjes parë, sepse psikologu është tjetër gjë. Mjeku psikiatër përballet me patologjitë. Vërtet. Çfarë ndodh kur ju goditeni emocionalisht? Dhe nuk janë të pakta rastet. Duke filluar që nga ajo koha që është bërë armikja jonë. Nëse dikush të dërgon një mesazh ose të bën një telefonat dhe thotë, doktoresh, kam shumë nevojë, të lutem, ke orar sot, nesër, dhe ti e kryqëzuar në atë moment, sepse ndërkohë orarin sot dhe nesër e ka marrë dikush përpara 10 ditësh që ka pritur kohën tënde. Dhe ne jemi rasti më i mirë të mos harrojmë ç'a bëhet në Europë që presin. E gjithsesi jemi shumë të ndjeshëm sepse dim çfarë lloj nevoje është mbrapa atij telefoni. Që këtu fillon sfida e parë e këtij mjekut që ju thatë vërtet është në vijën e parë. Sepse tashmë e ka kaluar fazën që ti mund ta këshillosh apo mund të presësh kohën. Apo mundet dhe një ndërhyrje në telefon, sepse dhe një qetësues nuk e jep dot nga telefoni, sepse është ai që krijon varësi dhe ti nuk mund t'ia japësh, sepse mund të gabosh. Ai mund ta marrë si një zgjedhje dhe mund të kesh krijuar një problem. Nga ana tjetër, koha është njëra gjë dhe presioni i ndërgjegjes në raport me kohën. Gjëja tjetër është një patologji, për të cilën ty të duhet të dëgjosh. Mirë po, në historinë që dëgjon, patjetër që ti je mjeku që i ke krijuar filtrat e tu, po je një qenie njerëzore. Je ai që pjesëzat e historisë mund t'i kesh dhe të tuat. Dhe janë pikërisht ato që të ngacmojnë më tepër. Kur ti në mënyrë të pavetdijshme bën një lloj krahasimi të jetës tënde me çfarë atij njeriu përballë, po i vjen ngjashëm me disa nga gjërat e tua, këtu mendoj që është një lloj përsihatje emocionale që kërkon kontroll, që kërkon vetë kontroll, sepse aty mund vazhdosh krahasimin dhe të ngatrohesh me atë çfarë ai njeri po të tregon një gjë tjetër, dhe ndoshta do të dali diku tjetër fare. Kështu që duhen shumë mekanizma vetë kontrolli. Si mirëmban ti këto mekanizma? Jam shumë me fat dhe them gjithmonë që jam lindur dhe rritur në një familje me shumë dashuri. Më kanë dhënë me shumicë dashuri. Dhe unë kam për të dhënë, dhe si duket ky është një nga mekanizmat që më ka mbrojtur. E dyta që unë këtë profesion e kam zgjedhur po me kaq shumë dashuri. Dhe dashuria për një profesion të mbron. Sepse ti ke pasionin, ti ke çfarë e ke terrenin ku mund të lulëzoj gjëja e bukur, domethënë nuk je do shkoj sot në punë, si do ja dalë na lodhën etj. Tjetra është që fati më ka përgdhelur shumë që të kem rreth e përqark njerëz të mrekullueshëm. Domethënë një mbrojtje maksimale nga 2 vëllezërit e mi, nga 2 motrat e mia. Kam fëmijë të mrekullueshëm, kam tani 2 mbesa që më mbushin, më kanë kthyer të vogël. Kam Skënderin që vërtet është, nuk di fati në jetë për çfarë një njeri duhet të ketë domosdoshmërisht, një psikiatër duhet të jetë i qetë. Duhet të jetë shumë i qetë emocionalisht. Sepse dakor, dhe pjesa financiare, një njeri që punon e siguron atë. Bota prapë, t'i kthehemi, e ka zgjedhur ndryshe këtë gjë, domethënë që ka një pagë shumë të mirë një psikiatër, po çrëndsi ka kjo. Dhe nuk do doja në fund, por sepse nuk është e fundit, është e vërtet që më mbush mirënjohja dhe dashuria atyre njerëzve për cilët unë jap kontributin maksimal, por të kthehet shumë fish. Punoj me njerëzit më të mirë të botës, e kam thënë, vazhdoj ta them, dhe cilësia e mirënjohjes së tyre nuk ka krahasim. Ariana, unë sa herë bisedoj me ty kuptoj që ti je psikiatër, duhet të jesh njeri i mirë. Është e vërtetë. Unë e kam bindje, edhe për gazetarin unë kam ato bindjet e mia që nuk bësh gazetar i mirë, po mos t'jesh njeri i mirë.
Mund të jesh teknikisht i mirë dhe je njëri me karakter problematik dhe bën një gazetari të mirë. Një psikiatër mekanik për shembull mund të jetë problem. Megjithatë, sa herë ti ma jep këtë energji, besoj që e kuptojnë dhe ata që po na ndjekin tani, patjetër këtë, sepse gjë e mirë përçohet, nuk ka rëndësi ka lente kamere apo po na shikojnë laptop apo po na dëgjojnë në kufjet e tyre. Unë doja të të bëj një pyetje pak të vështirë. Kur pson një humbje njerëzore, pra, kur ti ke nga kjo botë njerëz të dashur, si e menaxhon? Si e ke menaxhuar? Unë do ta ndaj, domethënë, me juve një episod që së fundmi e kam patur. Nga jeta përpara 3 muajsh është larguar vllai im i madh, domethënë, dhe unë i kam thënë gjithmonë i madhi im. Sepse nuk ka qenë vetëm me mosh i madh, po ka qenë edhe në mendje, edhe në çfarë modeli ai ka udhëhequr gjithë jetën time. Domethënë modeli i mashkullit brenda trurit tim ka qenë Neri. I bukurisë, i inteligjencës, i kulturës, i dashurisë, i mbrojtjes, gjithçka. Dhe Neri iku nga kjo botë në fakt duke më lënë një boshllëk shumë të madh. Më ka lënë një pasuri shumë të madhe, një familje të mrekullueshme pas. Por të qenit një figurë që plotësonte edhe babain dhe shokun, përveç se vllain, dhimbja pa diskutim që minimum ishte 3 fish. Dhe ty të duhet që përpara të tjerëve ti këtë dhimbje jo vetëm ta kontrollosh brenda vetes, ta mirë menaxhosh, por je në atë dilemën shumë të madhe. Tani vërtet po e kontrolloj, por rritur me një mentalitet, të tjerët mund të shohin te ty një lloj ftohtësie emocionale që mund të presësh dhe para gjykimin. Po prit një herë. Kjo Ariana, si kaq ftohtë? Lotët nuk përmbahen dot, domethënë, dhe pa diskutim që ka qenë pikërisht momenti kur ne po e përcjellim për në vareza që nuk shpërtheu valvola ime, nuk mundesha dot më. Aty nuk ruhesha dot. As për Denisën të bien, as për Mirën, të shoqen, për Franklin, për askënd nuk ruhesha dot. Sepse më duhet që të shpërtheja, edhe unë jam një qenie humane që duhet patjetër. Dhe pastaj më jepet një detyrë shumë e vështirë. Unë duhet flisja në vareza për të. Dhe kjo vërtet ishte një nga sfidat e mëdha të momentit, sepse vërtet kontrolli i emocioneve duhet ishte maksimal. Dhe unë e kam parim. Një njeri që duhet ta përcjellësh me respekt dhe ai lloj respekti tashmë po më kërkohej mua, dhe unë isha motra e tij e vogël. Kërkonte që përveç kontrollit emocioneve, të më përmblidhej të gjithë eksperiencën time në raport me Nerin jashtë egoizmit tim. Sepse nëse duhet flisja për Nerin, unë duhet të tregoja gjithë eksperiencat e mia, po njerëzit nuk ishin aty për këtë gjë. Patjetër, duhet një gjë përmbledhur dhe një gjë dinjitoze. Dinjitoze për të, ashtu siç unë mendoja që atij i duhej kjo. Dhe jo më larg se dje, në studion time erdhi një kushëri rajon që përveç se kishte problemin e vet, më tha, kam mbledhur copsa nga jeta ime për si duhet të përballem me vdekjen, tha. Dhe fjalimi yt, tha, tek Neri, tha, ishte nga ato që vërtet lë gjurmë. Të them më bëj qefi, nuk është fjala e dur, tashmë po unë ndjeva krenare në fakt për veten, që kisha arritur vërtet të transmetoja çfarë ai burr shumë i madh brenda meje meritonte gjatë ikjes. Megjithatë ti e kapsulove këtë dhimbje? Më duhej, jo, dikush që kishte nevojë për mua përveç robës së zezë që unë ende nuk e ndjej, jo për
nuk e ndjej ngjyrën e nde, me thënë që ta vesh. Jo për t'i treguar të tjerëve dhimbjen time, por është ndjesi dhe unë e dëgjoj ndjesin time. Në momentin që do t'a kuptoj që duhet ta vazhdoj me atë dhimbjen më të kapsuluar brenda meje, do ta heq të rrobën e zezë, ama një njeriu që ka nevojë vazhdoj t'i bëj shakan, batutën, vazhdoj ta dëgjoj dhe më vjen shumë keq kur më pyesin, po pse me të zeza? Të ka ndodhur gjë? Sepse thash që janë shumë të mira ato përballë meje. Ato duan përpara që ti t'jesh mirë dhe mos t'jesh cënuar nga asgjë dhe pastaj të vazhdojnë të tregojnë hallet e tua. Kështu që unë të them të drejtën që disa ditë më pas vazhdova misionin tim. U ktheve në punë? U ktheva në punë dhe po ishe gati? Isha, Mirela. Isha gati, sepse me sa duket ky profesion na mëson mirë të krijojmë një lloj selektiviteti. Për të thënë mekanizma mbrojtës gjithashtu. Ne mësojmë nga gabimet e tjerëve hap pas hapi dhe unë them që një psikiatër formozohet edhe nëpërmjet përvojës që ka në eksperiencat e veta. Që të të pyes ty, unë ka që ndjeshme sa jam për të shkuar të Ariana Reli? është mos e normale. Si thua? Të them sa më pëlqeu loti yt, nuk e them dot, domethënë se do isha shumë egoiste po ta thoja, po je shumë e mirë dhe kujdes. Kujdes. Po. Shumë shpejt jam për të Ariana Reli, unë do me thënë. Apo jam që tani, më thuaj.